Çdo ditë në pediatrinë e Spitalit të Sarandës paraqiten përndim mjekësore fëmijë të moshave të ndryshme. Mjeka pediatre Besiona Haziza ju shpreh se ka një shtim të rasteve të fëmijëve që vinë në spital rreth 40 vizita në ditë, kryesisht me viroza të stinës, infeksione respiratore dhe gastroenteritet. Grup mosha më e prekur janë të vogla, nga 0 deri në 2 vjeç. Gjithashtu kemi një shtim përveç se numrit të vizitave që shkon deri në 30 në ditë, 10-20, kemi rritje dhe të hospitalizimeve. Përsëri këto janë grup moshat më të vogla që bizotrojnë të shtruar në pavion. Duke qenë se po afrojmë dhe me sezonin e verës, është të shtuar dhe numri i pacientëve të huaj që marrin shërbim në spitalin tonë me diagnozat nga më të ndryshme, me thënë të drejtën. Kemi pasur dhe raste të traumave, të cilët janë trajtuar me sukses. Sipas mjekes, prindrit duhet të tregojnë kujdes dhe të mos neglizhojnë vizitat dhe tek mjeku i familjes për të marrë shërbimin dhe mjekimin e duhur. Fillimisht rekomandohet që fëmia të paraqitet tek mjeku i familjes, të bëjë një vizitë atje. 2-3 ditët e para këshillohet që të mbahet në shtëpi me antipiretik, të hidratohet mirë, të ushqehet mirë dhe të ndiqet nga mjeku i familjes. Në rastet për shembull kur ai e shef që temperatura po vazhdon, është rezistente, fëmia nuk është shumë aktiv, drejtohet drejt spitalit për të marrë shërbimin e dur dhe në rast të nevoje për hospitalizime. Bluzat e bardha rekomandojnë gjithmonë trajtimin medikamentoz për të parandaluar shfaqjen e komplikacioneve të rënda te pacientët e vegjël.